23 ditë janë për ne 23 orë. Jemi një popull aq i dashur, aq i respektuar, por ky maskaraj nuk i pëlqen. Na bën sora dhe korba. Ne jemi njerëzit tamam për këtë vend, që duam të rim edhe ky na përzet. Qa bëri Edi Rama dhe Belinda Balluku në Durrës? Në 24 gusht, të dashur miq, se ndofta shumica nuk e dini. Ne kemi 11 muaj protest, jemi përleshur me policinë, na kanë futur brenda, edhe s'kemi frikë. Datën 24 gusht, Belinda Balluku bashkë me kryetaren Emiliana Sako kanë firmosur një VKM për të hequr shtëpitë e vjetra dursake dhe për të bërë lulishte. Kurse Durrësi kishte lulishtet, i betonizuan me vajgjushdakon, me mafjet. Që ta di, edhe ajo Emiliana Sako që ka bën firmën, o të heqi atë VKM-n, o ne do t'i shkojmë edhe në shtëpi. Projekti tik do t'a eliminoj se s'bën. Është projekt hajdut, projekt amerikan i Sorosi. Një ditë të bukur na vjen një letër në shtëpi. Dilni nga shtëpia me dëshirë, thot. A del njëri nga shtëpia me dëshirë? Kush është ky mëre? Ky është ulur të vonin, ka bën artën e Shqipërisë edhe bëndan llokmat. Dur! Ka haroj Edi Rama dhe Belinda Balluku që do të na nxjerrin në një ditë nga shtëpia. Ta haroj! Ne jemi një popull, duam drejtësi, duam të rim në Shqipëri. Këto po bëj këtë plan që po i largoj shqiptarët. Shqiptarët kudo që t'jenë, vendin e vetë, nuk e trahtojnë. A jemi shqiptar? A do rim në Shqipëri? A do heqim Ramën? Gjithë farën e keqe? Po njeriu, i themi një fjalë të urtë popullore ne, vje dhe ngopet, po të së ngop ka asnjëherë. Qa i duan? E ka bërë shtëpinë bunker, se Siamal Kurizi del me 1000 bodyguarda, të eci në kanë po bati kelqe, ta di që populli nuk e donë ma. Ta bindin, edhe mos ta bëjnë e sora edhe korba, po sorë dhe korb ka do të ministrisë, kryeministrisë. E para Belinda Balluku, ajo në burg, ajo ka firmos për gjithë Durrësin dhe për Shqipërinë, edhe për Jodhin, edhe për Vlorën. Ajo është hajdutja ekstreme. Këti i duke të abi se thot do lodhet këj popull, edhe i ditë thot do pushoj. Ja! Do ndizimi më keq, por të drejta tona, për fëmijët tanë, u kam 7 përmbesa, edhe asnjë s'u largojmë në emigrim. I dua këtu. Sot jam 73 vjeç, në vend të gëzoj një përmbesa, më shqetëson ky bastard. Do të më marri shtëpinë me dokumenta me to, në mes të Durrësit, më jep 47 milion lekë të vjetra. Kurse shteti e ekspertiza më ka dhënë 420.000 euro. Hajdut! Edhe babi Turpi, kryetarja bashkisë, dhe 47 i ke tamam. Të më gjej një nevojtore mua jo 27 milion. Unë në shtëpinë time nuk e lëshoj. Edhe si unë jam shumë dursak, po flas të emër të dursakve të laj
lagjes të vjetër të Durrësit, ky do në vila, nuk do shtëpi të vjetra, ti restauroj. Është manjak, do vila me lek. Ja jep bandave, ja jep hajdutëve, drogaxive. Kush e len këtë moj, mu se le. Edhe gjithë Durrësi nuk e le. Prandaj, ju bëj thirrje i madh dhe i vogël. Unë vi nga Durrësi me këtë mosh, po të vi i madh dhe i vogël mos mëri për lokale. Sepse ato o jam pia dhe nipa të këtyre këtu, se nuk ka mundësi. Ose s'ka gjak në deje, kanë hel. Ne keni gjak shqiptari që e duam shumë njëri tjetri. Ama Rama nuk e duam. Rama ik, Belinda ik. Se Belinda ka vjetë të Shqipërinë. Ju përshëndes, ju dua. Rofë Shqipëria re, me rinit do të mrekullueshme. Nëna Rita tha që kryeministri na quan korba dhe sorra, por ka harruar që ne jemi bitë e shqiponjave! Përshëndetje të gjithëve. Unë vi nga Italia, jam një emigrante e vitit 1991. Si shumë shqiptar u largova dhe ndërtova jetën time në Itali. Jam krenare dhe lumtur se kam krijuar me djersën time. Po zemrën e kam këtu, si gjithë shqiptarët. Vi nga një familje e prekur, e persekutuar, por nuk dua të flas për historinë time personale. Dua të flas për padrejtësitë që bëhen në këtë vend dhe nga qeveria jone korruptuar, që nga sistemi salinian. Saliu ishte ai që gënjeu gjithë ishte për ndjekurit politik, ju mori votat dhe ish pronarët, na mori votat, babai tim me shok dhe nuk ju dha pasuritë e veta. Jam një familje që kemi 30 vjet në përgjigje, që me Saliun dhe tani me sistemin më të korruptuar të Edi Ramës. Dhe qërshia mbi dorë, si të them, është shtëpia ime. Është shtëpia ime që kam ndërtuar me djersën time dhe të burrit tim, dhe duan të më marrin me projektin ADF, ku nën ky projekti tit, ku hyn shoqëria e famshme amerikane, mbrapa ti, më qifen gjithë mbrapa skenat e këtij sistemi të ndyrë. Po ne do ta qirrim deri në fund. Mos marrëveshjet në mbrapa skenat e këtij sistemi do dalin. Ne i themi jo projektit tit, se ka mira mbrapa skena projektit tit. Është projekt i pabazuar, në grupin ton tit kemi ekspert, si thonja Endela, që e ka demaskuar deri në fund. Një kryeministër që merret me problemet personale, një kryeministër që vë gishtin mbi njerëz personal. Qa mund presim ne nga kjo qeveri? Dhe për të përfunduar, unë dua të them, unë dua t'i shoh jo në burg, po zvarr Edi Ramën dhe Sali Berishën, dhe të merren gjithë pasuritë, mos të gëzojnë asgjë, as ata, as fëmijët e tyre. Rama në burg, Berisha në burg, Rama në burg, t'ju sekuestrojnë gjithë pasuritë, t'i hipen popullit, të ndërtohen shtëpia komune, dhe ky popull nuk ka ujë, ky popull ka maksit që nuk i ka. Me çfarë do hyj ky popull në Europë? Me çfarë do hyj ky popull në Europë? Por Saliu, por Edi Rama, por sistemi tyre. Rama në burg, Berisha në burg, Rama zvar, Berisha zvar, zvar dhe pa pasuritë e tyre. Fëmijët e tyre të vuajnë si këto fëmijët këtu, si fëmijët tonë që i kemi rrit me 1000 sakrifica në për emigrim. Përshëndetje të gjithëve.
Ju dua shumë, bravi që keni qenë 43 ditë këtu. Bravi, bravi.